Bashkaria e mikpritja në Bilaç është vërtet i sprovuar tashme shumë herë më parë për të shprehur mirënjohjen e përzemërt. Me këtë rast të rëndësisë së veçantë, ftojmë musafiren dhe njëherit kryetaren e forumit të gruas të Partisë Demokratike, zonjën Adelina Hasani Bruçaj. Mirë se ju gjeta Bilaçi. I nderuari kryetar Magjistër Nagi Parifi, kryetar i forumit rinor Albër Pajaziti dhe gjithë ju të pranishëm. Ju përshëndes në emrin tim personal dhe në emër të forumit të gruas të Partisë Demokratike. Në shoqëri e kompletuar nuk mund të ekzistojë pa femrën emancipuar. Por shoqëria ende nuk i ka kushtuar rëndësi të duhur femrës, që ajo të jetë e barabartë në çdo sfert të jetës. Barazia gjinore duhet të jetë në qendër të politikave sociale. Partia Demokratike e ka paraqarë një gjë të tillë, duke ju përmbajtur programit që ka hartuar. Ajo do të përmirësoj statusin e gruas në shoqëri, rritjen e rolit të saj në qeverisje, vetëm për të mos qenë si objekt dekorues, por të jetë kyçur në të gjitha proceset vendimarrëse. Ne gratë në Partinë Demokratike ndjehemi më të fuqishme, më të guximshme. Femra duhet të luftojë që të fitojë të drejtat e saj. Të shëndi muret të shoqërisë patriarkale dhe të kushtojmë rëndësia arsimit të fëmijëve tanë. Ju flas kështu në emër të një nëne sepse dhe vetë kam fëmijë. Ne jemi faktori kryesor për edukimin e fëmijëve tanë. Punoni për të ardhmen e fëmijëve tuaj, duke rrumbullaksuar numrin 1, sepse fitoria është e punës së duhet. Sepse në sytë tuaj dhe prioritjet tuaj ndjen fitoria jonë. Partia Demokratike është ajo që na orienton drejt një rrugë të drejtë. Urime fitoria. Isha dashur që lut për disa sekonda duke qenë nuse e Vërbanit, në fshatin Bilaç ekzistojnë mbi 40 shtëpi Vërbanas. Andaj, apeloj tek ju që me datën 6